Seanca e Kuvendit ku u prezantua projekt buxheti i vitit 2026 u shndrua në një përplasje të ashpër politike mes qeverisë dhe opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike reaguan ndaj pranisë së vendkryeministres Belinda Balluku, e cila është e pandehur nga SPAK për abuzim me fondet publike. T'i japim një duartokitje të pandehurës nga SPAK-u për abuzim me 50 milion euro në tenderin. Zoti Bardhi, në bazë të nenit 64 të rregullores, ju jap masën disiplinore të rreqe vëmendje. Unë e kuptoj që është fjalë turpi për ata që kanë turp statusi e pandehur, por është brenda etikës dhe është një status ligjor. Unë nuk fyva njëri, është statusi zyrtar i saj. Unë nuk po i them çfarë thot ajo Edi Ramës, sa ajo mund të jetë fyerje edhe shkelje etikës. Nuk e përdor ato e kanë raport me njëri tjetrin. Deputetët demokrat lexuan pjesë nga përgjimi i SPAK-ut mes Ballukut dhe bartësve të saj. Nuk ka gjë më etike për një kuvend që do duhet i shërbej interesit publik, se sa t'i kthej kurrizin dhe të përbuz një njeri të korruptuar, një qeveri të korruptuar, një njeri që u paraqit këtu në këtë foltore, jo si avokat i interesit publik, po si avokat i aferës korruptive të inceneratorëve, avokat i aferës së tunelit Llogaras dhe avokat i çdo afere korruptive të kësaj qeverie. Opozita argumentoi se buxheti 2026 nuk parashikon rritje reale të pagave dhe pensioneve, ndërsa ofron falje për abuzuesit përmes mekanizmave të quajtur paqe fiskale. Ai që vuajti pandeshmërinë dhe korrupsionin e këtyre, jo, për ato ka zero vëmendje. Sipërmarrësi i ndeshëm në këtë buxhet merr nocrrokun, shpërblimin e merr sipërmarrësi i pushtetit. Asnjë lehtësi si për marrë ndeshëm, asnjë ulje barë, asnjë ulje taksash, përveç se këtë mesazh. Në narkoshtet shpërblehet hajduti, drogmeni dhe ndëshkohet i ndeshmi. Kjo është pra pasqyra e narkobuxhetit. Kryeministri Edi Rama nuk dëgjoi akuzat e opozitës dhe praktisi salla, duke lënë debatin të zhvillohej pa praninë e tij. Seanca u karakterizua nga tensionet e larta politike dhe paralajmërimet e opozitës për vot kundër projekt buxhetit, duke e cilësuar atë si një instrument që mbron të pandehurit, por jo qytetarët. 26 ka vetëm një të vërtet. Në pjesën më të madhe e tij, ai do të menaxhohet nga Belinda Balluku, një e pandehur nga prokuroria e posaçme për abuzime me fonde publike, dhe nga Edi Rama, pengu i saj bashkëpunëtor në korrupsion, fiktivisht në krye të qeverisë. Fare mirë, për lehtësi komunikimi, këtij buxheti mund të vendosim edhe një emër. Nga dosja 5D e korrupsionit Erion Veliajt në Bashki, kemi kaluar tek buxheti i qeverisë qendrore 2B i korrupsionit në qeveri.